Veri Jug, bashko Veri Jug, katolik musliman, bashkoj bashkë se jemi shqiptar. Nuk është patriot Albin Kurti, Edi Rama e tjetri. Këta janë populista që ju marrin votën. Çka mendoni me për kryeministrin Kurti tash të fitoj zgjedhjet? Çfarë mendimi keni ju? Më vjen shumë keq, më vjen shumë keq për vëllezërit e mi dhe motrat e mia Dardana, që bien pre populizmit, por jam i lumtur që këtu procesi është fenomenal. Ma kupton shpendin, më lumturon fakti që që nuk ka hajnie kështu. Tu njerëzit nuk kanë frikë se i deformohet vota, por më vjen tmerrsisht keq domethënë që bien pre një personi i cili në 2003 thoshte Dobrovjeç mos ma prekni multietnicitetin e Kosovës. Kur ishte luftë kërkonte paqe, kur mbaroi lufta donte luftë, kupton? Kur filloi paqja donte luftë. Ky është një personazh orwellian, i cili është një manipulator i frikshëm patologjik oratorik, mund të nxit çdo lloj gjoje për shembull. Kjo nuk të hahet, asfalti s'hahet, buka s'hahet. Gjithasë ne duam kombi bashkimin kombëtar, edhe ky ka bër për bashkimin kombëtar saç ka bër, domethënë, saç kam bër unë për plantacionet e pambukut dhe të orizit në Kinë. Pse? S'ka bërë asnjë lloj gjëje, ne jemi më të ndarë se sa kurrë, domethënë arroganca e dy njerëzve delirant me njëri tjetrin, Edi Rama dhe Albin Kurtit, ka sjell një lloj ftoje institucionale që është e pakuptueshme, kupton? Kjo është masë e vërtetë. Po më duhet më kush është Edi Rama apo Albin Kurti, unë du me ardhë në Dardani, olla. Po kështu dyshime, po më në aspektin kombëtar të kryeministri Kurti keni ju? Se Altini ka ngretë disa dyshime, Altin Gunxha ku ka qenë këtu. Po ai ka dyshime, të njëjta dyshime kam dhe unë, po s'është mirë të flasësh për një person i cili, domethënë unë dyshoj për kë punon, olla. Domethënë jam i bindur që vetëm për Kosovën nuk punohet. Ta gjejmë të gjithë bashkë se për kë punon. Po për Kosovën s'po punohet. E kemi edhe një ish ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, është mbrapa, ai nuk mendon si ti. Ka një mendim ndryshe për kryeministrin Edi Rama, bile shpeshherë i bën kërkesa. Me neve sonte është takim pllastiki i ftyrë me dorë turkitë të bashkë. Mirë, se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. E pas keni majic special, a? Çka po shkruan çatë? Edi Rama edhe. Kamera nëse mundi me fokusu. Që kjo kamerë, po? Qka po shkru po është kamera nëse mënësh, po? Për liri, për adhej, për Shqipërinë? Për liri, për adhej, për Shqipërinë, shpenda më të përqenë? Që edhe mbrapa. Shqipëri etnike, ho? Estetikisht është e bukur. Dhe më në ka prishër vetëm me Edi Ramën aty, po? Ja, e kumë në reqë. Pse? Bashkë e kumë në reqë. Po pse e ke ndreqë? Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesë. Pse e ke ndreq me Edi Ramën, po veç pendi? Po, unë e kom ndreq edhe me Hashim Thaqin edhe me Edi Ramën. Se Edi Rama, dhe me thonë, zgjedhjet e fundit, i ka fitu krejt që ka qytetë në Shqipëri, Edi Rama i ka fitu. Mos tim për atë se edhe Albini i ka fitu këtë, po? Po, e ka fitu me votë Edi Rama. Edhe vetëm Kavajën ndoket nuk e ka fitu Partia Demokratike. Na, në qofë se dojna dikon me mujtë. Miku jam edhe i shpendë. Kundërshtar politik dohet me votë, e jo me protesta, e jo shembull që shikun pa une në të kalunën, është për dhimbje, po vjen shumë keq, se shpendi e din, edhe do të me pranu edhe ato të këshijat, që ja bojna na ka njëherë shtetit, jo na, personalisht, po persona tjerë. Për shembull? Për shembull, po nisna pe Kosovës. Jo fort mirë e dini, Albin Kurti, kohën kur ish opozit, që e ka kallë parlamentit, e ka gjumë me zonë, e ka kallë parlamentit, e ka kallë mrena parlamentit. Unë dje kisha një protest para qeverisë, para zyres të Albin Kurtit, edhe ja përkujtova. Thash zotnia të kujtohet kur ja qitë që piken, parlamentit Kosovës e ke sulmu me zollë. Vetë vendosja e ka sulmu. Këto janë fakte të gjalla. Një person që dy bashkim kombëtar e sulmon shtetin e vetë, ma mërmenja që ajo është kundër bashkimit kombëtar. Por protesta, çka mendoni bazakim që po mohon protesta? Në Shqipëri, po mendon. Qore, une po të tregoj diçka. Kohën e kalune, kur jem kanë Shqipëri, kur janë majtë do protesta të pëdës. Edhe tani, jam shku e kun vizitu Shqipërinë, mas 4-5 dite, kur e kun pa qeverin e Edi Ramës, që kishin kanë sulmu, a kanë edhe në për media.
A është ai shqip